faktoje edhe si pjesë e rrjetit ndërkombëtar International Fact-Checking Network bën një kategorizim të deklaratave dhe të premtimeve çdo vit, ku fatkeqësisht një pjesë e madhe e deklaratave janë premtimet pa realizuara, deklarata të rreme apo jo të vërteta, dhe një pjesë e madhe e premtimeve janë premtime të pambajtura. Çfarë ndodh në realitet, pra duke ju rikthyer pak pyetjes tënde, pse kemi kaq shumë të pavërteta apo kaq shumë gënjeshtra. Ajo çfarë ndodh është që ne kemi më së shumti deklarata apo premtime të cilat janë të pambajtura apo gjysmë të mbajtura apo të pavërteta apo të nxjerra nga konteksti, që lidhet e gjitha me propagandën, dhe këtu pastaj është detyra e gazetarit për të bërë pyetjet e duhura, për të marrë burimet e duhura, për shkuar në terren, për të investiguar apo për të verifikuar më në thellësi, dhe nga ana tjetër është dhe roli i medias, e cila ka për detyrë që të transmetojë këto investigime apo këto raportime, të cilat janë shumë të rëndësishme jo vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet. Sa më e pavarur dhe profesionale të jetë një media, aq më e rëndësishme është edhe për partitë politike, pasi si thua janë opozita që i duhet çdo vendi për të ruajtur qoftë besimin tek institucionet, po nga ana tjetër edhe për të ngritur zërin sa më fort për problematika që janë të rëndësishme për vendin, por edhe kryesisht për qytetarët. Ndaj puna e gazetarëve është shumë e rëndësishme. Ne sot e lidhim me dezinformimin dhe keqinformimin, edhe sepse pjesa e, si thua, artikujve apo publikimeve që kalojnë në median online janë të shpeshta dhe dëmi që shkaktohet është po kaq i madh. Pra media online apo portalet online, sepse duhet bëjmë një ndarje mes asaj çfarë ne quajmë media apo çfarë quhet një portal apo një blog, por që ka një ndikim po kaq të madh qoftë tek të rinjt apo edhe tek moshat e vjetra, dëmi është kolosal, sepse nuk ka filtra, nga ana tjetër njerëzit e kanë lexuar, e kanë qarkulluar dhe në ndërgjegjen e tyre apo në si thua në subkonsciencën e tyre ka qëndron gjithmonë ajo dilema nëse është e vërtetë apo e pavërtetë, po njeriu sigurisht ndikohet nga ajo që unë kam lexuar diku që po Iliri ka bërë këtë gjë dikur. Ti mund të jesh totalisht i pafajshëm, nuk e qenë fare aty, s'ke pas asnjë lidhje, por dikush që ka lexuar 2 apo 3 artikuj apo 3 shkrime në një blog apo në një portal, ku ka pasur qindra komente dhe komentet mund të kenë gjuhë urrëtie, dhe dëmi si thua në anën tënde personale apo tek njerëzit që ty të njohin, ngelet pavarësisht se ti mund mos kesh padur lidhje fare me këtë gjë. Pra, çfarë ka ndodhur me mediat online apo me zhvillimin e botës digjitale është që mungesa e filtrave dhe nga ana tjetër kjo mungesa e zbatimit të kodit të etikës apo të kodit të praktikës për ato si thua portalet të cilat konsiderojnë veten media, ka bërë që dëmi pastaj të jetë edhe më i madh, pasi gjithkush mund të shkruajë gjithçka për çdo, duke bërë si thua objekt sulmi për çështje të caktuara. Dhe këtu pastaj nuk kemi të bëjmë me gazetari apo me informim, po kemi të bëjmë me keqinformim, kemi të bëjmë me dezinformim, kemi të bëjmë me atë çfarë ne në gjuhën e rëndomt e quajmë gjëvënie.